për shembull, nëse ne vëmë në plazh me kremra që kanë alumin, ne mund të arrijmë të marrim dhe 200 mg alumin në ditë. Për çdo 2 orë të lyer. Pra duhet jemi shumë të kujdesshëm në atë që ne i quajmë vëzhgimin e etiketave për aluminin, sepse aluminin ka në vetvete aftësinë që të lidhi dioksidin e zingut. Pra përdoret për zingun. Më kupton, pra janë shumë gjëra në lojë, sepse janë kimikate, janë substanca të cilat uritet fuqia nga një element tjetër që shtohet. Sa më shumë biologjik që të jetë kremi, aq më SPF të ulët ka dhe aq më pak konsistencë jo vajore, jo të këndshme ka. Dhe patjetër që eliminohet më shpejt. Një tjetër që doja të shtoja është edhe përdorimi i sprajeve me kremrat. Sprajt kanë gjë negative, sepse vaj nxirje, çfarë thonë? Jo, kremi mund të jetë dhe spraj. Somos sprajt përdorin në ato që kanë SPF shumë të lartë, mbi 80. Sepse nëse ai ti e përdor krem, ajo vetë bëhet një stres shumë e bardhë, bëhet sillaç. Dhe për këtë kanë zgjedhur spraj. Spray ka aftësi negative që ti për shembull këto 16 elemente që tashëm, benzenet ose ftalatet, kanë aftësinë që mund të inhalohen në mushkëri. Që ti përtit mushkëria? Patjetër. Ndodh ajo. Nga lëkura? Nga lëkura. Kur i bën spray, këto ndodh. Dhe kjo është një risk tjetër që ti mund të kontaminosh, sepse është parë disa studime që pacientët që përdorin spray kanë një rritje më të lartë të këtyre substancave në gjak dhe në urinë sesa ata që përdorin krem. Do thotë kjo mund ndodhe me parfumet? Unë për parfumet e kanë folur, ndoshta të ty jo. E kanë folur që parfumet janë një nga elementet kryesore të çrregullime hormonale që ndodhin tek femrat dhe te meshkujt, patjetër. Sa na ngelet kosi prapë? Ngelëm te kosi. Ngelëm te kosi. Dgjoj. Po ka dhe disa vajra që mund të përdoren. E marrë. Tani pyetja është se e nisë pak përpara ta thoje. Çfarë duhet shkojmë sot të blej kremra? Çfarë duhet të shohim në etiketë? S'u mbar vesh. Atëre, po ti them si emra kështu, ndoshta ti nuk i kupton dhe unë vetë, sepse duhet të jesh kimiste dhe specializuar për atë punë. Mund ta shkruaj. Por do kërkosh kremra minerale që të ketë oksid zinku dhe titanium dioksidi, pa alumin. Kjo është e vetmja mundësi që unë. Oksid zinku është me formul? Po, lexon oksid zinku. Domethënë janë të vetmet substanca të safety ose të sigurta, mund ta themi, sepse nuk përthithen. Ky është gjithë gjëja e mirë që ato kanë. Jo sepse kanë efekte pozitive nëse ato merren, por në momentin që ato lyen ose aplikohen në lëkurë, nuk kanë aftësi të përthithen nga lëkura. Kjo është gjëja, dhe sa të tjerat përthithen dhe ky është problemi. Ky është halli i madh. Ky është hall shumë i madh. Përveç këtyre kremrave, a ka rrezikje edhe nga produktet e tjera, për shembull si janë vajrat për nxirje apo deodorantët me Varet çfarë përqindje kanë. Por në momentin që ne kemi SPF, patjetër që kemi të shtuar dhe oksibenzenin, ose janë substanca tjera tash që unë nuk mund t'i mbaj mend, por që janë nga 16 copë. Dhe detyrimisht SPF-ja rritet nga këto substanca, sepse nëse do ishte ndryshe, do përdornim domate, më të them. Po. Por që nuk bëjmë me kastravec apo jo? Domate më shumë është përdorur, bira është përdorur, vaj ulliri. Ka birën kanë dëgjuar. Po, këto janë përdorur më shumë. Vaj ulliri po, por substancat që kanë SPF natyrale është vaj i tumerikut, është vaj i kokosit, vaj orizit domethënë, është lëngu orizit dhe bëhet shumë kollaj. Është deri në 15 e kanë dhe kjo uji i trëndafilit. Këto janë. Tani çfarë rrezikje ka përdorimi me vaj të nxirjes? Pse kuptova? Sepse ka SPF-n e lartë. Apo po flet për vajin që do të që e përdor për. Tashi nuk është se ka në një rrezikshmëri të lartë në lidhje me, ndoshta u keq kuptuam. Kam parë shumë që bëjnë por do të ishin gjë. Vaji i nxirjes për shumë ka karoten, sesa, më thënë ka atë pjesë të vitaminës A, që gjem dhe te karota, gjem dhe te specat, dhe nuk ka një nivel të lartë të SPF-s. Nuk, domethënë ka më shumë vitaminën A për të shtuar dhe për prodhimin e melaninës. A ka alternativa të tjera më të sigurta për mbrojtjen nga dielli përveç këtyre kremrave? Jo, nuk ka. Përveç kremrave minerale nuk ka tjera. Nuk ka fare, jo? Jo, nuk ka.
Vetëm të qëndrosh në orare të caktuara. Se po të kishte domethënë. Vetëm zgjidhësh orari. Për mua po. Orari është shumë deciziv, shumë krucial. Sidomos tek fëmijët. Fëmijët nuk duhet të ekspozohen në diell mbas orës 11. Në ore të zgjatura po flasë, se unë jam shumë pro diellit. Jam shumë pro diellit, se dielli është ai që t'jep energjinë, dielli është ai që prodhon vitaminën D, është ai që dikon pozitivisht edhe në rritjen e imunitetit tek fëmijët. Biles dikur para shumë viteve, për fëmijët rakitik bëheshin banja dielli minimumi 45 minuta në ditë dhe vërtet kishin rezultate pozitive tek fëmijët. Por është sasia, quantum satis thot latini. Pra, sa qëndron dhe në çfarë orari qëndron. Me thënë, kjo është gjithë kyçi i gjës. Fëmijët mund të veshin dhe një bluzë të bardhë. I kemi parë në këto të huajt e përdorin zakonisht. Është gjë shumë e mirë. Është më me një bluzë të bardhë dhe ato kapelet që kanë edhe pjesën mbrapa, sepse në një farë mënyrë edhe nuk kufizon orarin për të luajtur, se tash plazhi për këtë është, por është më pozitive kjo gjë se sa ta vësh shpesh era të kremin 50 dhe në 80 faktor tek që ka atë efektin e vet negativ. Edhe bëjnë kalamajt si patatina. Po. Unë e thash që nuk ka studime afatgjata. Por nëse do bëhesh në studime afatgjata, do kishim rezultate të tjera. Shiko, në një botë që çfarë s'po dëgjojmë tani. Po. Sot e mirë e bukur, nesër e fat. Më kështu. Ti duhet me urujt, aj sa kemi mund të takat. Tani, përfundimisht, kur shkojmë në plazh, sa kohë duhet që ndrojmë në diell dhe sa krem me vaj duhet të përdorim, por që në sigurt jo vetëm ndaj rrezeve ultraviolet, por edhe të sigurt nga vaji dhe nga kremi. Për bërë një rezume. Atëre, unë personalisht do të sugjeroja që për të gjithë personat që duan të kenë një lëkurë të shëndetshme, orari qëndrimit është 17 dhe 5 dhe në 8. Ky është orari më i sigurt. Për lyerjen duhet të përdorin gjithmonë kremra minerale, me përqindje minerale që kanë një SPF jo më shumë se 20. E qëndrimi në diell nuk duhet të jetë mbas orarit 11, nuk duhet të jetë jo më shumë se 10 minuta. Dhe kam përshtypjen që si kushton gjas kujt 1 orë para se të shkojnë, domethënë para se të fillojë sezoni plazhi, 1 orë le të shkon te dermatologu të ri që mori si gjë digjë. Le të bëjmë check-upin, po kjo që shumë mirë. Të pak të bëjmë me dermatoskop, do bëjmë vlerësimin e nishaneve rreth